Gërshojmë avokatin Cakrani, që është duke komunikuar me trupën gjykuese, ndërkohë i pranishëm edhe ish presidenti Ilir Meta, që në mënyrë të vazhdueshme ka kërkuar që seancat të bëhen publike. Por deri në këtë moment nuk rezulton prezent dhe në seancat mësore kemi vendimin e Pandeuri të vijojë pa prezencën e këtij avokati. Monika Përmati është prezent në salon prezore, gjykata kontrollin e interesave tuaja ka nënshkruar avokatin Meri Fillane. Mund të juaj kontrollin e interesave në gjykim? Në gjykar besoj se i ka nënshkruar në email, aty kanë dhënë një aksident, po të mësosme, do paraqiten të avokati Romani Linia, Ndërkohë në lidhje me nënvirim të seancave gjyqësore, me cilët avokat kërkohen të do të vazhdojmë me Ridulane. Me Ridulane, për mendime dhe në proces tranzitore. Atëherë relatori, si mund të relatuar më parë, që avokati Ridulane, ju relatuar nga Pandeuri, ka përcjellë email të sotme, 27 prill 2026, në orën